Në qoftë se ndjeni se ju kanë bërë magji, atëherë kjo video është për ju. Siç e dim, magjia ka ekzistuar që në kohët e lashta, ka ekzistuar, ekziston dhe do të ekzistojë. Tani unë do t'ju tregoj juve se si mund të ruhemi nëse vërtet e ndjeni që ju kanë bërë magji, si mund të ruhemi nga magjia, ç'është magjia, si mund të ruhemi dhe si mund të dalim nga kjo situatë. Atëherë, para 5 vitesh unë kisha një rast, një komshi në Athinë, atje ku jetova, e të mund më tha unë vetë tek dhoma, tek krevatokamera, hy brenda dhe më duket sikur është një forcë që nuk më lë, si me thënë, të futem lirshëm. I thashun, të lutem, tha mua, mund të vish tek shtëpia ime me që ishte edhe komshi afër. I vajta në shtëpi, ku e ke dhomën, këtu, u futa vetë aty dhe vërtet kur hapa derën, diçka më bllokonte edhe mua. Ne e kuptojmë më kollaj dhe thashun atij personit, më jep një biçak, një thik të vogël, diçka, për çfarë do më tha mua? Ma jep se e rregulloj thashun. E çfarë bëra? Kohën që më dha thikën e vogël, vajta te dysheku, e ngrita dysheku lart, e çava nga poshtë 10 centimetra, fut dorën brenda, kontrolloi mirë dhe gjeta pra një shamit të zezë me lloj sendesh brenda. Tash unë do t'ju tregoj juve se çfarë fusin plakat apo personat që bëjnë magji, ku të komshin të njerëzit, të ata që duan të bëjnë keq flas. Zakonisht nëse ju gjeni një gjë të tillë, një shamit të tillë, në vazon e luleve, në baç apo brenda në shtëpi, asnjëherë mos e kapni pra me duar të zhveshura, okay? Gjithmonë do përdori dorashka. Atëherë, ata që bëjnë apo ato që bëjnë magji, çfarë hedhin brenda? Le ta shikojmë. Është sekret ndër gra, plaka që merren me këtë profesion, pra hedhin brenda mish të kalbur, okay? Këtu. Kjo është flok, është i kokolepsur. 2. Këtu fusin edhe një letër dhe thonë fjalët e formule që i din ato. Atëre, si që shikojmë, këtu kemi qequrina, kemi gjilpëra, okay? Mund të gjejmë këtu edhe gjak nga pula dhe sigurisht kemi akoma edhe thonjë nga këmbët e pulës. Pra, edhe gozda të ndryshkura. Të gjitha këto i çoni shamit zezë dhe mundohen që t'i mshejnë në baç, në shtëpi brenda apo edhe diku tjetër. Duhet të dini që ata ose ato që merren me magji janë shumë eksperte, janë shumë të avancuara. Dhe çfarë bëjnë? Në kohën, për shembull, në fshat, në kohën që komshia ikën në punë dhe ndër rrobat e baça, aty, ballë shtëpisë, ndër rrobat, çfarë bën kjo tjetra? I merr rrobat e saj, i çon në shtëpi, edhe çfarë bën atje? U bën magji, u hedh pra lëngun, u hedh këtë. Kjo çfarë është? Me sa kam dëgjuar apo jo? Sepse më kanë ardhur plot raste kështu dhe kanë kërkuar ndihmën time që si mund të dalim nga kjo situatë. Kjo është dhe, duket, por nuk është dhe, se jemi këtu në Bregdet, jemi në Southampton të Anglisë. Okej, nuk është dhe i zakonshëm, por çfarë është kjo? Unë për arsye në profesionit jam shumë, do të thënë, shikoj shumë gjëra që do tha një njeri i zakonshëm nuk i vëre. Unë pash kur isha në varrim për 40-at, okay, para 5-6 vitesh, në Vlorë kështu, pas një plake që në një varrim tjetër ne ishim këtu, për shembull, kurse 7-8 metra më tutje ajo ishte po fërkonte varri nga sipër, kishte një buqet me lule dhe la aty. Në kohë që la aty me dorën e djathtë, hop, mori rërën, pra mori dheun nga varri. Thashun mos, sigurisht mua unë s'kisha arsye pse ti flisja. Ajo e merr atë kumën dhe çfarë bëjnë? E hedhin në një kovë, këtë, e hedhin në kovë, e trazojnë, fusin rrobat brenda, i shtrydhin e ndërrin prapë atje në telin e komshies. Dhe komshia kur vjen nga puna, i merr ato rrobat e brendshme, i merr i vesh, pra këto gra apo ata persona që merren me kështu gjërash e din shumë mirë se çfarë bëjnë. Okej, ne duhet të ruhemi. Është hera e parë në 38 vite që ushtroj artin e prestigiaturës. Sigurisht nuk kam asnjë punë me këtë. Kjo e ka efektin e saj. Por për mua kjo do shkatërrohet edhe do hidhet në ujë. Nëse ju shikoni një gjë të tillë, do e hedhni në kovë me ujë, në liqen, në lum, në det, kudo që të jetë. Unë di shumë mirë që edhe në disa fshatra të Vlorës ka plaka mësuara që
përkuqen mbythën dhe bëjnë magji. Bile këtë e thash kur isha mlor para 3 muaj, diku nuk ka rëndësi. Edhe më tha mua, "Ua, po e di këtë ti?" Po si nuk e di thash. Pra duhet keni shumë kujdes, në qoftë se ju vërtet e ndjeni që ju kanë bërë juve magji, më kontaktoni në faqen time profesionale në Facebook me emrin Edmond Murraj dhe kaloni në privat, në Messenger ose këtu në TikTok. Para se të vija në Angli, para 5 vitesh, u pyeta nga një televizioni grek që Edmond, si e kuptoni ju fjalën magji? Dhe unë u përshëndeta kështu që magji për mua është çdo gjë e bukur. Magji është akoma edhe një lule. Edhe një lule kur çel pranver. Kjo nuk është magji e natyrës? Sigurisht që po. Magji është akoma dhe foshnja e sapo lindur për nënën e saj. Edhe kjo një magji është. Përjetoj magjin. Ajo është këto.